Tregom 100 ditë që i parë i punës, domethënë ato 3 muajt e parë, si do t'jenë, çka do të bësh? 100 ditë që i parë, apo ndoshta pak më pak, do të bëjmë skenimin e plot të situatës, pasi që e dini edhe ju, e keni dëgjuar edhe nga ne dhe nga të tjerë, komuna e Zhelinës gjendet në gjendjen më të rëndë financiare që nga themelimi i saj. Borxhi i komunës së Zhelinës, e kemi thënë edhe në preskonferencë para disa ditëve, është tikundi afër 6 milion euro, dhe ne kuptohet që do duhet që të bëjmë një skenim të detajuar të situatës se si është krijuar borxhi, që normal që dalim para opinionit dhe të tregojmë gjendje reale në të cilën do e marrim komunën, dhe pastaj që të vazhdojmë me projektet apo idetë tona, të cilat do të jenë të shumta në numër. Këtë mundem ta garantojmë. Domethënë 100 ditë e parë do jenë skenim edhe planifikim për atë që do të bëhet më vonë. Pikërisht, 100 ditë që i parë do të jetë një skenim i detajuar i situatës, edhe një kërkesë për revizion të detajuar, edhe nga institucionet shtetërore, nga enti shtetëror për revizion, po edhe nga ndoshta edhe nga kompani private për të bërë revizion të plotë, se pasi që e dini institucionet shtetërore ndonjëherë edhe stërgjatin atë pjesë, dhe normal brenda asaj kohës do të paralajmërojmë edhe projektet me të cilët do të ballafaqohemi, të cilët do të jenë një sfidë edhe për ne.